Mirë se vini në qetësinë e përditshme. Sot, do të eksplorojmë se si të punojmë me tingujt e ushtrimeve tona të mindfulness. Filloni duke gjetur një pozicion të rehatshëm. Mund t'i kryqëzoni duart, ose t'i lani ato të lirshme mbi gjunjët tuaj. Mbani shpinën tuaj drejt. Dhe lehtësisht, mbyllni sytë. Tani, bëni disa frymarrje të thella. Merrni frymë dhe lironi frymën. Ndjeni se si barku juaj butësisht sqarohet dhe lirohet. Tani, relaksohuni. Bëhuni të vetëdijshëm për frymën teksa ajo hyn dhe dal nga trupi juaj. Fokusohuni se si barku juaj ngritet teksa merrni frymë dhe se si spret teksa lironi frymën. Nëse ju e keni më të lehtë të fokusoheni në frymarrjen tuaj në diafragmë, ose se si futet në hundën tuaj, edhe kjo është në rregull. Kushtoni vëmendje se kur fryma është e vështirë dhe kur është e lehtë për të ndjekur. Dhe tani, doroni kahjen e vëmendjes prej frymarrjes tek tingulli. Ndoshta mund të dëgjoni tinguj në shtëpinë tuaj, si për shembull, zhurmat e pajisjeve elektronike, njerëz duke biseduar, dyer që kërcosin, ose akrepat e orëve. Ju mund të dëgjoni tinguj që vijnë nga jashtë, si për shembull, të lehurat e qenit, trafikun, ose njerëz që ecin në rrugë. Ndoshta mund ta dëgjoni shiun që bie. Fokusohuni në të gjithë tingujt përreth jush. Disa tinguj mund të jenë të lartë dhe të dallueshëm. Disa mund të jenë të qetë dhe të lehtë. Nuk është e nevojshme që ju të dilni dhe të kërkoni tinguj. Mirëpo, vetëm jeni të hapur ndaj atyre që mund të dëgjoni. Edhe nëse nuk dëgjoni asnjë tingull në këtë moment, kjo është në rregull. Përkushtojuni qetësisë dhe heshtjes.
Tani, dëgjoni simfoninë e tingujve duke jehuar kudo rreth jush. Zhurmat, hapat, gumëzhimat. Mos e izoloni asnjë tingull, por dëgjoni të gjithë së bashku dhe në të njëjtën kohë, si një kryevepër muzikore. Dhe tani, lehtësisht relaksoni mendjen tuaj. Sot, do të flasim për magjinë e shqisave tona. Ashtu si kurse e përjetuam të sotmen, duke u fokusuar në tinguj, ne mund të fokusohemi edhe në shqisat tona dhe të bëhemi të vetëdijshëm për detajet e pasura që e përbëjnë universin tonë. Provoni të shkoni për një shëtitje në një park që e frekuentoni shpesh dhe praktikojeni mindfulness. Do vini re se sa shumë keni humbur. Do shihni se sa shumë do të pasurohet eksperienca juaj. Sa më shumë që ju ndaloni, njëjtë do të veprojë edhe koha. Lejoni detajet e ambientit tuaj të mbushin shqisat tuaja. Vëreni fllatin i cili përkthej flokët tuaj. Kushtoni vëmendje pamjeve, tingujve, aromave dhe ndjesive përreth jush. Ecni ngadalë dhe qëndroni vigjilent. Duke vëzhguar këto detaje, do vini re se si një park i njohur që e keni vizituar me 10 herë, transformohet në një pejzazh përrallor. Para jush do të shpaloset një botë e re, si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda. Mendja mund të shkojë në disa drejtime, por në këtë rrugë të bukur, ne mund të ecim në paqe. Me çdo hap, era fryn. Me çdo hap, një lule lulëzon. Dhe tani, kur të jeni gati, rikthehuni në dhomë, në trupin tuaj dhe lehtësisht hapni sytë. Shpresojmë se e keni shijuar ushtrimin e sotëm. Kaloni një ditë të bukur dhe ne do të takohemi përsëri së bashku nesër.